Sot po patëm takimin me kryetarin dhe biseduam çështjen të cilën unë me muaj me radh kam paraqitur edhe në çdo paraqitjen time televizive që Aleanca duhet të jetë sa më e bashkuar, në veçanti në situatat e fundit ku përmendej edhe kryetari, përposh subjekteve politike edhe shqiptarët duhet të jenë faktor që të bashkohemi gjithë së bashku dhe kjo ka qenë ideja që sot ta diskutojmë edhe më gjerësisht në kuvent, ku unë kam biseduar me dekën e Vrapshishtit, gati se gjithë janë gati mes pak atë dilemave që unë kam paraqitur, sot mora guximin dhe ashtu edhe ram dakord që ti eliminojmë gjitha dilemat dhe të vazhdojmë Aleanca të jetë sa më e bashkuar. Dhe për gjithë tjerët. Më thua se Aleanca po bëhet një? Po sigurisht unë do të vazhdoj edhe në atë përpjekje që Aleanca të jetë një dhe gjithë jemi ashtu siç kemi qenë dhe të jemi Aleanca që nesër do të jemi edhe partia më e madhe. Jo. Unë kam shpallur kandidaturën time të pavarur, edhe në paraqitje tjera kam marrë mbështetjen absolute që ne si Aleancë të vazhdojmë të bashkuar dhe unë nuk mund të jem në kryetari i partisë derisa kam paraqitur kandidaturë të pavarur. Nuk kupton qartë ajo çka kam thonë. Insistimi im është që Aleanca të jetë një.